sot, Ola, ju lutem, nga Dubai është ekstraduar Durim Bami. Deportuar, po gjithsesi okej, ekstradim. Ekstraduar, deportuar. Një nga antarët e bandës Niklis, Durim Bami, po është ekstraduar. Po, kam britur. Kam britur. Për çfarë akuzohet Durim Bami? Durim Bami u shpall në kërkim në të njëjtin aksion bashkë me ish deputetin socialist Arben Doka dhe një sër personazhesh tjerë ku goditën disa grupe kriminale. Rezultonte se kishte krijuar, pra dyshohej për krimin e kushteve për të vrarë Arben Dokën, ndërkohë që nga ana tjetër po Arben Doka kishte krijuar kushte për vrasjen e Durim Bamit, pra i binte të ishte njëherë edhe autori dyshuar edhe viktim. Në momentin që u arrestua në Dubai, Durim Bami ngriti pikërisht këtë pretendim që nëse kthehej në Shqipëri për shkak se ishte vënë disa herë në shënjestër, mund të rrezikojë jeta, megjithatë i humbi gjitha proceset gjyqësore dhe autoritetet e Emirateve të Bashkuara, duke mos patur një marrëveshje ekstradimi, çfarë bën e dëbuan nga vendi i tyre. Pra e nxorën jashtë territorit të vendit dhe forcat shqiptare e kanë marrë ditën e sotme diku në mëngjes në një nga aeroportet e Turqisë, kanë pritur disa orë derisa të fluturonte dhe në mbrëmje Durim Bami është shoqëruar me forca speciale në drejtim të paraburgimit. Dihet kush është si personazh. Çfarë rëndësie ka në hierarkinë e krimit të organizuar? Tani, është një personazh shumë i rëndësishëm, bëri shumë bujë në kohën kur Tom Doshi, nëse ju e mbani mend, një tentativë për ta vrarë, pra një atentat që sipas tij ishte planifikuar dhe në atë kohë akuzoi ish presidentin e Republikës zotin Meta, më pas ai mori pafajësi, ndërkohë që ish deputeti tjetër Mark Froku u dënua për kallëzim të rrem dhe çështja vijoi, por Durim Bami i kishte rrëfyer Tom Doshit sipas pretendimeve të kohës që ishte paguar për ta vrarë atë. Është konsideruar si kreu i grupeve kriminale në Nikël i forti Niklës, i dyshuar për shumë vepra penale, por shumë pak akuza të ngritura zyrtarisht ndaj tij. Si e shikoj unë Durim Bamin, mund të bëhet shumë interesante nëse ai do të flasë për drejtësinë. Nëse jo, nuk besoj që është një personazh që mund të rrëfehet si i penduar, por nëse rrëfehet si i penduar, unë mendoj që mund të trondisë themelet të krimit të organizuar, por edhe në politikë. Por mendoj që me këto akuza që ka, që është krimi kushteve për të kryer vrasje dhe grup kriminal që nuk shkoj më shumë se 7-8 vjet dënim, kam përshtypjen se ai do ta mbyll gojën, do të përfundojë atë dënimin që do jap drejtësia dhe do rikthehet në gjendje të lirë. Dubai shihen parë si një parash penale për kriminalët. Patjetër, pasi kishte shumë vështirësi për ekstradimin, pse kanë dyshuar, pse i sjellin tani? Atëherë, Ylli, çfarë ka ndodhur? Një sër kontingjentesh pra kriminal dhe njerëz të rëndësishëm të krimit të organizuar ishin zhvendosur në Dubai për shkak të mungesës një marrëveshje ekstradimi me Shqipërinë. Dhe atje kanë investuar miliona. Pra kanë investuar në ndërtime, kanë investuar në pasuritë paluajtshme të tjera me radhë. Dubai, me sa kam kuptuar unë, një marrëveshje të heshtur me qeverinë shqiptare që nuk e di çfarë ka marrë në këmbim, ka pranuar të dorëzoj vetëm disa nga personazhet të cilët ndoshta mund të jetë kjo, është përfolur, po këtë duhet ta provoj që ta them zyrtarisht, por në atë kohë ishte një marrëveshje që bëri ministri i brendshëm i kohës Taulant Balla me Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe që më pas u dhan fakt edhe u diskutua tenderi për Smart City, që është një tender mjaft i kushtueshëm për vendosjen e kamerave në rrugë dhe në ambiente të hapura dhe një projekt shumë i diskutueshëm për rendin dhe sigurinë, por gjithsesi besoj që do flasim një herë tjetër sa i përket Smart City-t dhe Dubai ose më saktë Emiratet e Bashkuara Arabe i kanë dorëzuar Shqipërisë përmes deportimit vetëm disa nga kontingjentët. Ata që kanë të bëjnë me krim të organizuar, pra me vrasje dhe me krime kundër jetës, por nuk ka dorëzuar vetëm disa, po ka të tjerë të cilët po të tjerë pse nuk ekstradohen? Sepse nuk ka një marrëveshje ekstradimi. Pra çfarë po bën Dubai? Ato personazhe që kanë të bëjnë me vrasje, me atentate, me plane për të kryer vrasje të tjera me radhë, ka dorëzuar. Por ne mund të kemi atje 10 persona të cilët janë të dyshuar për mashtrim, 10 të tjerë që mund të jenë për korrupsion. Pra Dubai ka pas një qasje për të dorëzuar një numër të caktuar, me sa duket edhe për dhënë një mesazh që po nëse te i kalon këtu disa vija të kuqe mund të nxirresh jashtë vendit, dhe çfarë bën Dubai? Thjesht e nxjerr jashtë territorit, të territorit vetë. Dhe në momentin që e nxjerr jashtë territorit, që e dërgon në një vend, në rastin konkret, menjëherë vendi tjetër ekstradon. Menjëherë nuk e ekstradon, e kapin forcat dhe e sjellin në Shqipëri. Pra e konsideron të padëshirueshëm vendin e vet. Dhe kjo ka ndodhur në gjitha rastet, si në rastin e Planin Dervishajt, si në rastin e Durim Bamit e të tjera me radhë. Dhe Durim Bamin e kanë nxjerrë jashtë dhe e kanë marrë. Absolutisht, pra është dëbim. Meqë nuk është marrëveshje. Nuk është ekstradim në kuptim të ligjit. Por problemi është që Dubai ka aty brenda kontingjent krimi shqiptar pafundësisht.
janë dorëzuar vetëm disa personazhe që kanë bëjnë pikërisht me krimet kundër para e madhe thonë aty kjo lëvizje. Tyre që ju kanë mbaruar lekët. Si ju kanë mbaruar? Tyre që ju mbarojnë lekët se Dubai është. Ta që mbarojnë lekët Tani, është një çështje që ka nevojë për të studiuar, sepse shumë pasuri, shumë kriminalë shqiptar kanë investuar në Dubai. Çështja është a do kthehen pas ato para, do merren këto pasuritë, sepse janë pasuri që në fakt ato i kanë vënë përmes aktivitetit të kryer në territorin shqiptar, shumë e diskutueshme dhe është një temë që ndoshta ka nevojë për një trajtim më të thelluar. Dëgjova një njoftim të prokurorisë Elbasanit që kishte nisur hetim. Ishte nisur hetim më përpara? Jo, ka nisur hetimin tani me qënë se u blokua, sepse, do më thënë, këtë situatën e kemi me të vërtet shumë emergjente, se është blokua një e katërta. Nga segmentet më të rëndësishme, dhe janë dy pika doganore shumë të rëndësishme dhe ide është koridori kryesor, se dhe kjo për shumë qalon këte lezhë... Ke doganën e qaftanës dhe kapshqipës që i ke kryesore dhe që të lidhen afër dhe me portin e Durrësit. Dhe prokuroria Elbasanit ka nisur hetimin, ndërkohë që ata e morën urën dhe e shëmbën. Tani, se si do bëhet ky raporti teknik, se kush e ka patur fajin, e ka patur projekti paralel, si sta inxhinieri, ose jo, nuk e di, do me thënë. Se në emër të emergjencës, pasaj meren edhe zhduken edhe provat. Tjetra është... Zonja Lala, gjykata e apelit përjashton patsollin nga aeroport. Ylli, mund të them dhe diçka tjetër për rrugët, nëse matim koston e ndërtimit të rrugëve, për shembull Qukës Qafllot që po thoshte pak më përpara Klodi, për 9 kilometra ku është pjesa që janë shëmbur, janë prokuruar, pra janë fituar nga kompania kontraktore rreth 70 milion euro, që i bie afro 7.8 milion euro, të vëshën dikute 8 milion euro për kilometr. Rruga Janin Kakavi, 70 kilometra, po kushton 310 milion euro dhe që ka ura, ka vepra arti dhe është autostrade kategorisë A, pra është 4 milion euro kilometre. është 2 herë më pak për rrugë të kategorisë A, ndërkohë që Qukës Qafllot është rrugë të kategorisë C, loti pari 20 milion euro. Pra për të treguar pak standardin se si ndërtohet në Shqipëri edhe si ndërtohet në vendet fqinj. Jo më larg, po Greqia. Si për cilësi, si për çmim. Gjykata e apelit ka përjashtuar patsollin nga aeroporti, Klodi, si kur ndodhi kjo dhe si dhe pse? Po para 10 ditësh ishte një vendim i gjykatës apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për shkak të konflikti që kanë dy aksionerët, Valon Ademi i dyja grupit dhe Begjet Pacolli i Magbos, kanë shkuar në padit të ndërsjella ndaj njëri tjetrit dhe kallëzime të ndërsjella. Zoti Valon Ademi ju drejtua fillimisht gjykatës së Tiranës kur kërkoi të pezullohej vota e aksionerit të Magbos në rastin konkret të Pacolli, duke ngritur pretendimet për katse në lidhje me këtë gjë dhe Prokuroria e Tiranës është duke kryer një hetim sepse ka dyshime për fatura të fryera, ata pretendojnë të dy bashkarisht që kanë hedhur diku të rreth 150 milion euro në ndërtimin e aeroportit, ndërkohë që prokuroria ka dyshime që ka fryrje të faturave, dhe gjykata e Tiranës vendosi në atë kohë të merrte një masë të përkohshme, pra një masë pezullimi të përkohshme, duke i dhënë të drejtë zotit Ademi dhe më pas, po kjo masë e gjykatës Tiranës është lënë në fuqi nga ana e gjykatës së apelit jurisdiksionit të përgjithshëm. Pra, në momentin që ne flasim, gjykata ka konstatuar se derisa çështja të zgjidhet në themel, i heq të drejtën Begjet Pacolli të administrojë aeroportin, por nga ana tjetër ka të bëjë dhe ndoshta Tomori mund na shpjegojë më mirë për Delfon, kam përshtypjen me një kredit rreth 100 milion euro që lidhet pikërisht me faktin që kjo ka më pas me një marrëveshje kontraktori që duhet sqaruar, por ideja është që sot që flasim, aksioneri Valon Ademi ka të gjithë të drejtën për të bërë administrimin për momentin, sepse vota dhe, do më thënë, e drejta e Magbos për të patur të drejta mbi aeroportin e Vlorës, normalisht është e pezulluar. Problematika që është në rastin konkret, kam përshtypjen se duhet ketë përfunduar afati që aeroporti do duhet të ishte dorëzuar, kjo gjë nuk ka ndodhur janë në shkelje të kontratës, konflikti mes aksionerëve po dëmton rënd interesat e qytetarëve shqiptarë, sepse normalisht fakti që nuk do të nisin fluturimet, fakti që aty ka patur një debat për zonat e mbrojtura e tjera me radh, ka vend për diskutim, por nga ana tjetër, ka dhe një problematik. Gjykata do të hajë shumë kohë, do të kërkojë shumë kohë
që të marrë në shqyrtim dhe ta përfundoj këtë çështje dhe ndoshta kjo mund të krijojë problematika sa i përket përfundimit të aeroportit. Ndërkohë sa i përket procesit penal, prokurorët kanë sekuestruar së fundmi situacionet e punimeve, kanë ngritur një grup ekspertësh për të parë nëse faturat janë të fryra, janë fiktive, çfarë ka ndodhur aty dhe do të ketë dhe përgjegjës. Por gjithë debati, pra konflikti mes dy aksionerëve ka sjellë për pasojë edhe këtë situatën që patjetër pasojat i vuajnë qytetarët dhe normalisht ka humbje besoj dhe do të jetë është një pasuri kombëtare që për shkak të interesave mes dy njerëzve ka krijuar këtë gjë.